Drama e radhës në Big Brother Kosova VIP 4 ka shpërthyer pas deklaratës së Labit ndaj Ibros, ku ai nënkuптoi se banori mund të kishte lidhje me një histori burgimi. Njëri është të hangur burg për shkak teje, u shpreh Labi, deklaratë që ndezi më njëherë tensionit në shtëpi. Ibro reagoi duke mbajtur një ton të qetë për të prerë. Ai kërkoi Labi distancë nga çështjet e tij personale duke shtuar që problemet e mia mos i përmend, ku di ti a është 10 burg apo jo. Por e vërteta doli në shet gjatë darkës së të nominuarve mbrëmjen e së enjtes, ku Ibro vendosi të qartësoj historinë e shumë përfolur. Ai pranoi publikisht se gjithë situata kishte qenë një lojë e planifikuar bashkë me Sasën. Sipas tij kishte përdorur këtë skenar qëllimisht për të vendosur në kurth Labin, i cili pranë tyre është dhe dëgjon shpesh bisedat. Qëllimi të shihni nëse Labi do t'i transferonte ato tek banorët e tjerë dhe nëse do të tentonte t'i përdorte për lojë. Kjo situatë ka përmbysur gjithë narrative në shtëpi duke kthyer debatin nga një histori e dyshim personale në një strategji të pastër loje, një strategji që si duket i ka shpëtuar nga duart. Skenari i Ibros dhe i Sasës ka hapur diskutime të reja rreth besimit, manipulimit dhe përmasave që po marrin taktikat brenda formatit.